Dashi, një ditë e mbushur me energji pozitive po afrohet. Sot do të ndjeni të gjallëruar dhe të gatshëm për sfida të reja. Në dashuri, ndihuni të hapur ndaj bisedave të sinqerta me partnerin tuaj. Komunikimi do të çojë në një mirëkuptim më të thellë. Në punë, përqendrohuni në detajet, edhe pse mund të jenë të vogla, ato kanë rëndësi të madhe për suksesin tuaj. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje. Planifikoni me kujdes shpenzimet për të shmangur surpriza të pakëndshme. Një shëtitje në natyrë do të jetë balsam për shpirtin tuaj, duke ju dhënë paqe dhe qetësi. Kujdesuni për veten, sepse energjia që keni sot do të ndikojë pozitivisht edhe në ditët e ardhshme. Demi, sot është një ditë për të ndalur dhe për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Mund të zbuloni se një bisedë e thjesht me dikë të afërt ndriçon perspektiva të reja. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe mos i anashkaloni detyrat e vogla, pasi ato mund të sjellin përfitime të mëdha në të ardhmen. Financat tuaja janë në një fazë stabiliteti, por është koha e duhur për të planifikuar investime të kujdesshme, duke shmangur rreziqet e panevojshme. Në aspektin emocional, lejojini vetes pak kohë për të medituar dhe për të gjetur paqen e brendshme. Gjithashtu, një ecje e qetë në natyrë mund të sjellë frymëmarrje të re për shpirtin tuaj, duke rigjallëruar ndjeshëm energjinë tuaj. Binjakët, mëngjesi sjell një energji të re që do të ndihet si një fllati i freskët pranvere. Në punë, një projekt që ke lënë pas dore kërkon vëmendjen tënde sot. Bëj një plan kohe dhe përkushtoju me përpikmëri. Një surprizë e këndshme mund të vijë nga një mik i vjetër që të kujton sa e rëndësishme është të mbash lidhje të gjallë. Në dashuri, është dita e duhur për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur për vete. Ndani kohë për të biseduar dhe për të dëgjuar. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmang blerjet impulsive. Me qetësi dhe durim, gjërat e vogla do të sjellin lumturi të madhe. Mos harro se çdo hap i vogël është një hap drejt ëndrave të tua. Daforia. Sot yjet të ftojnë të kthehesh tek ndjenjat e tua të brendshme dhe të shqyrtosh lidhjet personale. Është koha e duhur për të shprehur dashurinë dhe për të dëgjuar me kujdes ata që ke pranë. Në punë, përpiqu të ruash qetësinë dhe të mos stresohesh nga detajet e vogla. Përpjekjet e tua do të vlerësohen së shpejti. Sa i përket financave, bëj plane të kujdesshme dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Ruaj një buxhet të ekuilibruar për të ndjerë siguri. Ndjenjat e ngrohta të mirëqenies do të përqafojnë shpirtin tënd ndërsa përqafon këto aspekte. Në fund të ditës, një çaj i ngrohtë dhe një libër i mirë do të jenë shoqëruesit më të mirë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi përvojat e ditës. Luani. Më 18 nëntor, energjia pozitive do të ndriçojë shpirtin tuaj, duke ju dhënë forcë dhe entuziazëm. Në aspektin profesional, një mundësi e re mund të shfaqet, ndaj mbani syt hapur dhe mos hezitoni të merrni iniciativën. Nëse zemra juaj është e lirë, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja në jetën tuaj romantike. Për ata që janë në një lidhje, komunikimi i hapur dhe i ndershëm do të forcojë lidhjen tuaj. Financat duken të qëndrueshme, por është e mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të mendoni për kursime të mençura. Shijoni momente të vogla të lumturisë dhe relaksohuni me një aktivitet që ju sjell gëzim. Kujdesuni për veten dhe reflektoni mbi atë që vërtet dëshironi në të ardhmen. Virgjëresha. Sot ndihesh veçanërisht i lidhur me emocionet tua dhe kjo është koha ideale për të përfshirë në biseda të thella me partnerin apo miq. Në punë do të vlerësohen aftësitë tuaja analitike dhe sugjerohet të i përdorni për të zgjidhur një çështje komplekse. Financat kërkojnë vëmendje, përgatit një plan të qëndrueshëm për të menaxhuar shpenzimet e muajit. Një buxhet i qartë do të të ndihmojë të shmangësh stresin e panevojshëm. Kujdesu për shëndetin mendor, ndonjëherë një shëtitje e gjatë në natyrë mund të bëjë mrekulli për shpirtin tënd. Lejoje veten të ëndërrojë pak më shumë dhe të kapësh mundësitë që shfaqen në horizont. Sot, energjia juaj do të jetë e qetë, por e qëndrueshme, duke të ndihmuar të ndihesh i e përmbushur. Dëshorja. Dita do të sjellë një ritëm të ngadalë, duke kërkuar që të jeni të duruar dhe të kujdesshëm. Në çështje të zemrës, një bisedë e thellë mund të forcojë lidhjet, ndaj mos hezitoni të shprehni ndjenjat. Energjia në punë është pozitive, por përqendrohuni në detajet e vogla që mund të bëjnë diferencën. Një koleg mund t'ju jap një këshill të vlefshme, ndaj mbajini veshët hapur. Financat kërkojnë vëmendje, por me një plan të mirë mund të shmangni çdo surprizë të padëshiruar. Sot është e rëndësishme të gjeni një moment vetëm për ju, për të reflektuar mbi atë që dëshironi vërtet. Një shëtitje në natyrë mund të jetë balsam për shpirtin tuaj. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe emocional, sepse balanca brenda sjell paqe jashtë. Akrepi. Në këtë ditë të veçantë, hëna ndikon fuqishëm në energjinë tuaj emocionale.
Dashuria reflekton në çdo veprim të vogël dhe është koha ideale për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Nëse jeni në një marrëdhënie, një bisedë e hapur do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim më të thellë. Në punë, përqendrohuni tek detajet dhe mos nënvlerësoni ndikimin e një mendimi të freskët. Bëni kujdes me financat, shpenzimet e panevojshme mund të prishin buxhetin. Një vëzhgim i kujdesshëm sjell stabilitet. Sot përpiquni të gjeni një moment qetësie për të rigjeneruar energjitë shpirtërore. Një shëtitje në natyrë mund të sjellë frymëzim dhe qetësi. Kujtoni se çdo ditë është një mundësi e re për të ndriçuar rrugëtimin tuaj. Shigjetari. Sot, universi të ofron një mundësi të veçantë për të thelluar lidhjet personale. Në fushën sentimentale, një bisedë e hapur mund të sjellë qartësi dhe emocion të dyanshëm. Kujto se dashuria shpesh gjendet në detajet e vogla dhe gëzimet e papritura. Në aspektin profesional, intuita do të udhëheqë në drejtimin e duhur. Besoj ndjesive të tua, por mos hezito të kërkosh këshilla nga kolegë me përvojë. Financat janë stabil, por kujdesu për shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Sot është koha ideale për të bërë një planifikim të detajuar buxhetor. Ndërsa dita përparon, ndjehu i lirë të shijosh momentet e qetësisë dhe të meditosh mbi gjërat që të bëjnë të lumtur. Hapi zemrën ndaj energjive pozitive. Bricjapi. Sot qielli ofron një mundësi të shkëlqyer për të ndërtuar ura të reja në marrëdhëniet personale. Një bisedë intime mund të hapë dyrë të reja në zemrën tuaj. Në vendin e punës mund të përballeni me sfida që kërkojnë durim dhe vendosmëri, por mos u shqetësoni, ngadalë filloni të shihni frytet e punës tuaj. Financat marrin një kthes pozitive, duke sjellë stabilitet më të madh nga sa kishit menduar. Kjo ditë është ideale për të bërë blerje të menduara. Kujdesuni për veten, meditoni, qëndroni të qetë dhe lini stresin e përditshëm pas jush. Hapni dritaren e shpirtit dhe lëreni dritën e diellit të ndriçojë mendimet tuaja. Dita juaj do të jetë e mbushur me momente të qeta dhe të lumtura. Ujori. Dita e sotme sjell një energji të veçantë që mund të ndihmojë në krijimin e lidhjeve të reja emocionale. Nëse je në një marrëdhënie, shfrytëzo momentet për të thelluar komunikimin. Në punë, krijimtaria jote do të shkëlqejë dhe kolegët do të vlerësojnë idetë tua. Mos hezito të marrësh rolin e liderit në projekte grupi. Financat duken të qëndrueshme, por ki kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Sot është koha e duhur për të menduar për investime afatgjata. Merr pak kohë për veten dhe reflekto mbi qëllimet personale. Ndërsa dita përparon, do të ndihesh më i qetë dhe i mbushur me besim. Mos harro se qetësia shpirtërore është çelësi për të përballuar çdo sfidë që mund të shfaqet. Peshq. Dita e sotme sjell një ndjesi të thellë qetësie. Në marrëdhëniet personale, shfaqni kujdes dhe vëmendje ndaj partnerit tuaj. Dialogu i hapur mund të sjellë zgjidhje të papritura për çështje që duken komplekse. Në punë, është koha e duhur për të ndjekur intuitën tuaj. Projekte të reja mund të marrin një shtysë të mirë nëse i besoni ndjenjave të brendshme. Kujdes me shpenzimet, një planifikim i mirë ju lejon të shmangni situata të papritura financiare. Sot është dita për të kujdesur për shëndetin tuaj mendor. Merrni kohë për të reflektuar dhe për të praktikuar meditimin. Lini hapësirë për kreativitet dhe mos keni frikë të ndiqni pasionet. Her pas here, beso tek fuqia e ëndrave dhe do të ndiheni më të plot.